Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV të komentojmë pak hyrjen e Fjollës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Fjolla ka qenë si puna e Zamirës që thonin që hy sot hy nesër, por Fjolla hyri. Mbrëm e këshin përzgjedhur të hy e të bëj namin. Çuditërisht, Fjolla u ambientua shumë shpejt me shtëpinë, domethënë u ambientua shumë shpejt me banorët. Okej, disa nga banorët i njeh shumë mirë nga jashtë. Nuk e di pse Labi u gëzuajt shumë me hyrjen e Fjollës, sikur e quajti një mbështetje të tij personale për në lojë dhe së bashku me Fjollën do krijojë një lloj aleance. Të shohim nëse krijojnë, sepse nga Big Brotheri që njoh unë dhe nga strategjitë që kanë përdorur, ato që janë përfolur për aleanca përkundrazi janë shndruar në urrejtjen më të madhe të njëri tjetrit aty brenda, domethënë janë shndruar në armiq dhe kështu që ndoshta Labi me Fjollën edhe mund të shndrohen në armiq. Ju e dini shumë bukur që Fjolla Morina kaloi një krizë të rëndë në jetën e saj, domethënë disa video, disa publikime që bëshin në rrjetet sociale ku Fjolla ndjehej tepër e stresuar dhe e mërzitur, domethënë nga njerëz të cilët e kërcënonin nga disa banda etj që Fjolla tregonte në jetë. Video që sot i bëjnë Gjas me Fjolla ka fol për banorët, jo s'ka fol për banorët në atë kohë, ka fol për kërcënime që i vinin Fjollës në jetën e saj, adresuar në emrin e saj dhe fëmijëve. Fjolla siç duket nuk është akoma e pastruar mirë shpirtërisht nga depresioni që ka kaluar dhe çfarë të mire do t'i fale qëndrimi në Big Brother. Ajo mbrëm nuk pati një zënk me lëndrimin, edhe pse në për rrjetet sociale TikTok shpjegohet si zënk, unë e kam ndjekur atë pjesën, domethënë ishte një bisedë që po bënin dhe Fjolla ju drejtua që po që se mua po më bëni këtu të fortin, unë ja që në, domethënë mos e them fjalën komplet. Domethënë Fjolla ka hyrë me një energji sikur dëshiron ta lufton komplet atë shtëpi. Mendoj që vajza më xheloze në këtë mes është Bia Khalifa dhe Mier Bia nëse kapet me Fjollën, nuk ma merr mendja që do t'ia del. Nuk e pres që Fjolla do të shndrohet në një fenomen, sepse fenomeni duhet të ketë dhe zgjuarsinë, duhet të ketë dhe intuitën, duhet të ketë dhe shpirtin. Domethënë është tjetër gjë fenomeni. Në këtë Big Brother fatkeqësisht më duhet ta them me zë të lartë, unë nuk po shoh një fenomen, po shoh banorë të cilët me luftë, me ofendime, me dinamik dëshirojnë ta marrin vendin e fitores, por fenomen është shumë fjalë e madhe. Do shohim se si do qaset Fjolla. Nata e parë e Fjollës ishte direkt goditse drejt banorëve, që domethënë Fjolla e tregojti atë murin e vetej që me mua mos e keni mundësinë që të merreni sepse unë jam Fjolla Morina dhe u deklasoj me një herë, por do ta shohim në ditët në vazhdim. Dua të marr mendimin tuaj, si e komentoni ju hyrjen e Fjolla Morinës.